Duhet vetë vendosen mas me la këto. Albin babën. Jo, baba ti mush mi thonë si thonë baba. Se në qafë në morë. Kaj që të atërit në egen për ty. Rana, mashtrime, qka boni ja e për 5 vjetë. Jo, s'pja prishë kërkuri, s'ma prishin. Super, të shtë të të me konë. Qysh po e shaj jetesën këto? Tu mirë, mara, mirë, veç a dush me punua. Dhe me thonë punë ko. Sa dush? E pse puna ikon jashtë? Apo zgjedhen shqiptarë që ka me punu? Po zgjedhin. Po lipi një jetë më të mire. Atja në ashtë jashtë spishojnë, ta të njëfshit edhe pigrojnë që po mu. Pigrojnë me të vetën. Ti a je kone e në mërpe? Po, jem konë. A jalo? Jo. Sa ke qëndru dhe ku je kone? Kum net ka pak nësë, kum net shumë. Sa me punua? Pak. Jo, ka pak, bënu ka pak, dhe ma mirë këtu, gjendja ma mirë këtu, mirë është. E qysh të tregëm pak ku shkuve, qysh të dëk, a ishe let me punua? Konë herë të e vitë 90-ta. Me të jam mundësia me shku, a ishe shku? Shkoj, vizitoj motrën, nipat, meset, po shtu me përnu ja. E sa me ndonë që po ndikën diaspora të na? Se po i keshën ka gjashën? Ja, gjinohë mi kesh ata. Ata gjinohë mi kesh ata ndikojnë shumë në ekonominë tonë. Shokët edhe në zgjedhje në votime që po janë, se po thonë se po jetojnë jetën tonë, veç vinë votojnë. Ja, nuk është ashtu. Ata kanë drejtën për me votu. Ata janë banor këtu të Kosovës, kanë drejtë me arë me votu, sa ndikon, nuk po di që me thonë. Spina ma shumë politike, su ta bëjnë një tem tjetër. Hajde. Tregëm cilë është momente ma i vështirë që e ke pas, deri më tash. Una? Po. Kam shumë momente, po s'kam qef me cek asja. Ja, s'kam. E nëse e këshum këthuj kohën mbrapsht 10 vite, qka këshën desh me ndryshu? Ata është e unë e me ndryshu, kisha thonë të shka po tash ke për lidhët me politikë pak. Lidhë dhe që është dush, po më intereson qka këshën ndryshu. Duhet vetë vendosen mas me la këto. Mas me la vetë vendosin ta? Albin babën. Jo, baba ti mush mi thonë si thonë baba. Jo, se këta përdojnë. Se në qafë në morë. Kaj që të atërit në egen për ty. A këtu me 3 arsye ma themelore që janë, që po thuna amun qafë. Qka? 3 po ikën. Rana, mashtrime, të në më kyqet. Qka boni ja e për 5 vjetë? Qka boni për 5 vjetë? Ku që zboni? Se pedojnë ka të shumë popullë e Albinen? A, vallaj, të ashti, unë qka mirë ka bo? në zemra ty në të kërkune si kom hija. Ti qka mirë po bën aj që pedojnë? Po, thonë është Liraj Mitrović. Kom se pjetë këtë mirë në të votojnë apet. Edhe ti të në mas një, edhe ti i kish dikur. Qa me bo? Nëse me politikeq. Mas mirë ti. A më të reganë cilë është një gabim apo për çka i pishman, ose gabime që si a folë vetës? Ja, te këtë moment, si jam pishmonës, shiqa si tro. A ta ndodhë me ndimu dikujt qoftë shok apo familjar, po s'tu ka këthy njejtë? S'tham, ja, na jemi këtu një qyteti vogël, jemi të lidhen, i një mojna, na një mojna. Se këshore me këqyrë pak hollë hëllë nuk është mos si atër që shka qenë dora për dorë, ka ndryshu koha. Generatat e reja ka ndryshu normal, është taj. Generatat e reja ka një jetë tjetër, një standart tjetër. I ka humba e vlera respektet. S'po di qa me thonë pra do. Qonë tash në me gjeneratës ma 3. A ma mirë ka qenë atër atash? Ma mirë atëherë. Për neve, apo gjeneratat e ju e tash është ma mirë. Se atër ngu fjolla ma shumë? U respektu i vjeti, u respektu ma një sebepa, një diçka tash, jo, tash. Tash këshyre si kush pun të veta. Falimderit shumë për kohën. Respekt. Duhet vetë vendosen mas me la këto. Albin babën. Jo, baba ti mush mi thonë si thonë baba. Se në qafë në morë. Kaj që të atërit në egen për ty. Rana, mashtrime, qka boni ja e për 5 vjetë. Jo, s'pja prishë kërkuri, edhe s'ma prishin. Super, të shtë të të me konë. Qysh po e shaj jetesën këto? Tu mirë, mara, mirë, veç a dush me punua. Dhe me thonë punë ko. Sa dush? E pse puna ikon jashtë? Apo zgjedhen shqiptarë që ka me punu? Po zgjedhin. Po lipi një jetë më të mire. Atja në ashtë jashtë spishojnë, ta të njëfshit edhe pigrojnë që po mu. Pigrojnë me të vetën. Ti a je kone e në mërpe? Po, jem konë. A jalo? Jo. Sa ke qëndru dhe ku je kone? Kum net ka pak nësë, kum net shumë. Sa me punua? Pak. Jo, ka pak, bënu ka pak, dhe ma mirë këtu, gjendja ma mirë këtu, mirë është. E qysh të tregëm pak ku shkuve, qysh të dëk, a ishe let me punua? Konë herë të e vitë 90-ta. Me të jam mundësia me shku, a ishe shku? Shkoj, vizitoj motrën, nipat, meset, po shtu me përnu ja. E sa me ndonë që po ndikën diaspora të na? Se po i keshën ka gjashën? Ja, gjinohë mi kesh ata. Ata gjinohë mi kesh ata ndikojnë shumë në ekonominë tonë.
Shumë. Shoftë edhe në zgjedhje në votime që po janë. Se po thonë se po jetojnë jetën tonë, veç vinë votojnë. Ja, nuk është ashtu. Ata kanë drejtën për me votu. Ata janë banorë këtu të Kosovës, kanë drejtë me arë me votu. Sa ndikon, nuk po di çfarë me thonë. S'pina ma shumë politike, su ta bëjnë një temë tjetër. Hajde. Tregëm cilë është momente ma i vështirë që e ke pas, deri më tash. Una Po. kam shumë momente, po s'kam qef me cek asnjë. Ja, E nëse e këshu kthy kohën mbrapsht 10 vite, çka kishën dëshë me ndryshu? Ata është unë me ndryshu, kisha thonë të shka po tash ke për lidhet me politikë pak. Dhe që është dush, po më intereson çka kishën ndryshu. Duhet vetë vendosen mas me la këto. Mos me lëm vetë vendosin Ja. këta. Albin Bobën. Jo, baba ti mush mi thonë si thon baba, se Jo, sot. Këta fitojnë. se në qafë na morë. Kaj që të atërit në egen për ty. A këtu me 3 arsye ma themelore që janë që po thunë amun qafë. Çka? 3 po ikën. Rana, mashtrime, të e më kyqet. Qka boni aj për 5 vjetë? Qka boni për 5 vjetë? Ku që zboni? Se pedojnë ka shumë popull e Albinin. A, vallaj, të është i... Ai Unë diçka mirë ka në bo. zemra ty më të kërkune si kom hija. Diçka mirë po bën ai që pedojnë. Po, aj... Po thonë është Liraj Mitrović. Kom se pjotë këtë mirë në të votojnë apet. Edhe ti të në mas një... Edhe ti i kish dikur. Qa me bo? Nëse me politiket. Me asnjëherë. Mas mirë ti. A më tregon cili është një gabim apo për çka i pishmon, ose gabime që s'ja fol vetës. Ja, te këtë moment, si jam pishmonas, shiqa si tro. A ka ndodh me ndihmu dikujt qoftë shok apo familjar, po s'tu ka kthy njëjtë. S'tham, ja, na jemi këtu në qytet i vogël, jemi të lidhen, i nimojna, na nimojna. Se këshire me këqyr pak hollë nuk është mos si atëherë që ka qenë dora për dorë, ka ndryshu koha. Gjeneratat e reja ka ndryshu normal është. Gjeneratat e reja ka një jetë tjetër, një standard tjetër. Ata, sopi i ka humba e vlera respektet. S'po di qa me thonë për ato. Qonë tash në me gjeneratës ma 3. A ma mirë ka qenë atëherë atash? Ma mirë atëherë. Për neve, apo gjeneratat e ju e tash është ma mirë. Se atëherë ngu fjalla ma shumë, Unë guve, u respektu i vjeti, u respektu ma një sebepa, një diçka tash, jo, tash. Tash këshirë si kush pun të veta. Faleminderit shumë për kohë. Duhet vetë vendosen mas me la këto. Albin Bobën. Jo, baba ti mush mi thonë si thon baba. Se në qafë na morë. Kaj që të atërit në egen për ty. Rana, mashtrime, qka boni aj për 5 vjetë? Jo, s'pe aprishin kërkur, edhe s'ma prishin. Super, se shtu dhëtë me konë. Qysh po e shaj jetesën këto? Tu mirë mara, mirë, veç a dush me punua. Dhe me thonë punë ko. Sa dush? E pse puna ikon jashtë? Apo zgjedhen shqiptarë që ka me punu? Po zgjedhin. Po libi një jetë matë mire, Atja nashta jashtë spishojnë, këta të njëfshit edhe pigrojnë shpëmë. pigrojnë me të vetën. Dhja e kone janë mërë. Po, jem konë. A jalo?